Kreu i SPAK, Klodian Braho, ka deklaruar se do të nisin rekrutimin e 40 hetuesve në Byron Kombëtare të Hetimit, ndërsa bëri me dije se ka përfunduar procesi i konkurimit për 10 oficerë të policisë gjyqësore. I pyetur nga antari Vat Staka, lidhur me ngarkesën, Braho u shpreh se ngarkesa momentalisht është e lartë dhe mund të rritet edhe më tej, ndërsa e cilësoi numrin e prokurorëve si të mjaftueshëm. Sipas tij, një mënyrë që të lehtësohet puna e prokurorëve është ngritja e prioriteteve lidhur me çështjet dhe rritja e nivelit profesional të hetuesve të BK-s. Që ngarkesa është e lartë dhe mendoj që do vijojë edhe të rritet më tej. Por mendoj që numri i prokurorëve për 20 prokurorë është i mjaftueshëm, duke pasur parasysh dhe sistemin e prokurorisë në të gjithë Shqipërinë. Ajo që duhet të bëjmë ne është të gjejmë mënyrën më të duhur për të ngritur prioritetet lidhur me çështjet që kemi në hetim dhe duhet që të rrisim nivelin profesional të hetuesve të byros kombëtare të hetimit në mënyrë që të lehtësohet sa më shumë puna e prokurorëve. Lajmi i mirë është që këtë vit ne së shpejti do fillojmë rekrutimin edhe të 40 hetuesve të tjerë në byron kombëtare të hetimit dhe do jetë një numër goxha i lartë që do ndikoj direkt në uljen e ngarkesës dhe rritjen e cilësisë së hetimeve. Po kështu, siç e thash, ka përfunduar dhe procesi i konkurimit për 10 oficerë nga shërbimet e policisë gjyqësore. Është në pritje vetë procesi vetingut të tyre dhe ky numër do të jetë një numër që do kontribuojë në shpejtësinë e hetimeve dhe kemi planifikuar që të hapim një procedurë tjetër për një numër tjetër të oficerëve të policisë gjyqësore nga shërbimet e policisë gjyqësore, duke patur parasysh ato vende vakante që ne kemi. Për sa i përket ndryshimeve ligjore, unë nuk shoh ndonjë diçka që është gabim në këtë moment që duhet ndryshohet. Kryeprokurori i SPAK, Klodian Braho, është shprehur se prokuroria e posaçme ka miratuar një strategji për reduktimin e çështjeve të mbartura dhe sipas tij është vënë në zbatim nga shtatori i vitit 2025. Braho foli edhe lidhur me ndikimin që ka ndryshimi i prokurorëve në hetimin e çështjeve, ku tha se kjo po ngandalson shpejtësinë e hetimeve. Ndërkohë, tha se 70% e provave hetimore merren nga telefonat për shkak se sipas tij, celularët përdoren më shumë se pajisjet e tjera kompjuterike. Për sa i përket ekspertizave, aty është bërë në raport diferenca midis pajisjeve kompjuterike dhe aparateve telefonat celular. Dhe sigurisht që telefonat celular kanë numrin më të madh sepse janë senet më të përdorshme se sa pajisjet kompjuterike. Është një numër, unë do thosha, normal. Me daljen e vendimit të gjykatës kushtetuese, prokuroria ka ndryshuar procedurën e këqyrjes, sekuestrimit dhe marrjes së të dhënave telefonave celular, ku prokurorët i drejtohen gjykatës, jo vetëm në momentin e kontrollit, por edhe për të marrë autorizimin e gjykatës për të marrë të dhënat nga telefoni celular dhe për t'i përdorur ato. Edhe pse ende nuk ka një ndryshim ligjor në procedurë që duhet jetë, e duhet bërë një kohë shumë të shkurtër që të përcaktoj rregulla më të qarta se si bëhet kërkesa, se si do bëhet gjykimi i kërkesës, kush është procedurat e tjerë. Ne kemi filluar ta zbatojmë në mënyrë direkte atë vendim të gjykatës kushtetuese, pra aq sa e mendojmë të zbatueshme. Po kështu edhe gjykatat e posaçme. Nga ana tjetër, prokuroria ka ngritur dhe një grup pune të posaçëm për të bërë një udhëzim të përgjithshëm me qëllim për të rregulluar nga ana juridike situatën se si ne duhet të kryejmë veprimet, por edhe për të unifikuar veprimet e prokurorëve. Jemi, nuk po them në fundin e punës, sepse presim të zhvillohet edhe pak praktika e gjykatës në mënyrë që të jemi sa më të saktë të qartë në përgatitjen e atij udhëzimi. Kreu i SPAK-ut është pyetur nga anëtarët e KLP-s gjatë raportimit të tij lidhur me sekuestrimin e kriptovalutave që arrin në vlerën e 12.24 milion eurove. Braho u shpreh se baza ligjore për sekuestrimin e tyre është e njëjtë si për çdo pasuri, ndërsa shtoi se vështirësia është në menaxhimin e tyre. Ai tha se nga bashkëpunimi me institucionet e tjera është arritur edhe menaxhimi dhe mbajtja e tyre. Braho shtoi se shpreson se Agjencia për Administrimin e Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara të ketë në të ardhmen një portofol për mbajtjen e kriptovalutave.